A e keni vrar mendjen pse inteligjenca ruse dhe ajo izraelite duken si binjake në dështim? Nga 400 milion dolar në ditë për Rusinë në Ukrainë, te 1 miliard dolar në ditë për Shtetet e Bashkuara në Iran. Historia e hidhur se si inteligjenca e gabuar po djeg pasurinë botërore dhe po vret njerëzit. Në vitin 2022, FSB-ja i tha Putinit se Ukraina do të dorëzohej për 72 orë. Sot, në vitin 2026, Mossadi i tha Trumpit dhe Netanyahut se Irani do të shpërthente në revolucion sa po të binin bombat. Të dyja gabuan rënd. Pse? Sepse të dyja u besuan përallave të opozitës në mërgim dhe nëmbëdhersuan krenarin kombëtare. Rezultati, luftra pa strategji, dalje, çmime nafte në qiell dhe tragjedi njerëzore pa fund. Kur inteligjenca kthehet në mjet propagande, fituesi i vetëm është kaosi. Qëndroni me Storm Kosova, po zbardhim arsyet pse gjigantët e inteligjencës ranë në të njëjtin kurth. Abonohu dhe qëndroni me ne për lajme të tjera. Deri në raportimin e radhës, na ndiqni në Storm Kosova.